Siguria rrugore ishte tema e takimit të sotëm të zhvilluar në ambientet e prefekturës së Qarkut Dibër. Prefekti Neshbedin Shehu kishte thirrur në këtë takim organin këshillues dhe atë zbatues për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore në territorin e Qarkut Dibër. Pjesë e këtij paneli ishin përfaqësues të pushtetit vendor, nën prefektët e Matit e Bulqizës, si dhe përfaqësues të policisë së shtetit. Gjatë fjalës së tij, prefekti Shehu kërkoi më shumë angazhim të strukturave në rritjen e sigurisë rrugore në mënyrë që të ulet sa më shumë numri i aksidenteve. Prefekti Neshbedin Shehu kërkoi nga përfaqësuesit e institucioneve të evidentojnë çdo problematikë që ndikon direkt apo indirekt në sigurinë rrugore. Unë sot kam insistuar pak më shumë, megjithëse shërbimi edhe policisë tonë se kemi më pak aksidente në këtë tremujor, krahasu me tremujorët e tjerë, po gjithsesi aksidente kanë ardhur në rriti, po i krahasisht nga viti në vit, sidomos me futin qarkullim në rrugën e Armërit. Ai është një rrugë e re, me kushte të mira, krahasuar me rrugët e tjera, gjithsesi për shkaqe që do i themi sot kemi më shumë aksidente. Mua dhe herën e fundit mu të rrëgjë vëmendje nga anë e prorët mi atje që nuk kemi bërë analizë thellë se punë, pse nga se në vinë në shtimi i aksidenteve. Në këtë tavolinë duhet të themi gjëra toç nga se na vinë aksidenteve. Pra, jo vetëm rrugë nacionale, por edhe rrugë qytetëse, jemi të gjithë të bindur që mirë është të nxjerrin ca mësime nga kjo, por edhe të marrim masa. Ne jemi njerëz këtu që duhet të marrim masa. Për që se kemi sinjalistik jo të rregull duhet të plotësuar. Për që se kemi shofer pa përgatitur, duhet të themi pse është shofer pa përgatitur. Për që se kemi mjete me të meta teknike, duhet t'i parandalojmë. Shefi i qarkullimit të policisë rrugore në Qarkun Dibër, Gozdim Canaj, tha se është punuar në ndërgjegjësimin e drejtuesve të automjeteve për zbatimin e kodit rrugor, si dhe janë evidentuar problemet me mungesën e sinjalistikës rrugore e të tjerë. Gjatë kësaj periudhe, sektori policisë rrugore ke marrë këto masa. Marrën e masa për parandalimin e aksidenteve, për disiplinimin e trafikut transportit rrugor, dhënie masave për sensibilizimin dhe kontrollin e territorit pranë shkollave, bashkëpunimin me institucionet drejtorinë rajonale lartësimore, ke marrë masa për ruajtjen e rendit, bashkë me rendin dhe policia rrugore të gjithë shkollat e Qarkut, ku janë të përqendruara. Përfaqësuesit e institucioneve të pranishëm në mbledhjen e sotme do të raportojnë tek prefekti në mbledhjen e ardhshme mbi realizimin e detyrave.